do më thonë, kom pas në fillim te për njerës duke shkuptu, të më shkru në cilin vend jeton ti, edhe më nashin njerës në rrugë, a jeton ti në Gjermani për shembull rolin që e kom pas të Sabahati, do më thonë qash e kanë marrë për zemër, ashtu të menu që adin, në fillim kanë menu që është podcast, ok, për një me të full, po, ato të menu që është intervista, po din, ajo ka një thjesht, ka një sitcom, një serial që është zhvillu, dhe më thonë që i ka prek temat për një met te për aktuale që janë dashta dhe të vërteta, po që e kemi janë të vërteta, e kemi këthy në zakonisht humori bëram prej që sajnat të vërtetës, ka njëherë të hidhur, ka njëherë të mirë, po... Gjysma hajgorës e për një met? Po gjithsesi, dhe më thonë ato komentet janë, qëre unë nuk ndikona prej asë një komentit, dhe thash edhe ma heret, përveç asoj kur prejkesh ti personalisht, diçka personale që ti nuk dënë me zbulu, ose do m'jap kohën diçkafet, atëherë mu nuk më bojnë për shtypja ato. Kam edhe komente shumë të mira, po ato që ka janë, dhe më thonë, i përgëzoj ata njerës që kanë vakt me hi edhe me komentu jote onë. Po të secila ftyrë publike, dhe më thonë që den televizion, e jap një intervistë ose të regon diçka për jetën e vetë, i përgëzoj që e kanë gjithat ku me dalë, që kanë gjithmonë një mendim. Edhe kanë gjithmonë një mendim për diçka.